Përshëndetje miqdashur të Kosova Info, jemi në zyrë të Partisë Demokratike të Kosovës në Lipjan dhe jemi me kandidatin për kryetar komune të Lipjanit në zgjedhjet e ardhshme lokale, Shukri Buja. Do të bashkëbisedojmë, do të shohim se cilat janë projektet dhe çfarë do të presin qytetarët nga ardha e tij në komunë pas zgjedhjeve lokale, pasi ky vetëm një herë ishte kryetar komune dhe ka vendosur të rikthehet prapë. Atë për gjitha detajet do të bashkëbisedojmë me kandidatin për kryetar nga radhë të Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Shukri Buja. Zoti Buja, faleminderit që na pranuat të jeni pjesë e emisionit Kosova Info. Faleminderit për juve, për kohën, ju përshëndes juve dhe gjithë shikuesit. Zoti Buja, ishit vendos të riktheheni prapë. Çfarë ndodhi dhe cila është ajo arsyeja që vendos të kandidoni përsëri për të parën e Lipjanit? Po spori kam qenë edukum në frymën e asaj që të mos e dëmtoj kur qytetarën, dhe sa herë kam pretendu me kandidu, mos ngrit ndonjë akuzë, një periudhë pastaj edhe u hetova nga gjykata apo nga dhomat e specializuara për 5 vite. Pas përfundimit kam dashur të jetoj rehat, si thuhet, po qytetarët, apo Delian Lipjan më pyesnin pse s'po kandidon, pse s'po rikthehet. Pastaj fillun strukturat e partisë, bukur shumë të degës partisë, vetë kryetari i degës, zoti Rizani, filloi atë kreu i partisë, zoti Mehmet Krasniqi, Bedri Hamza, dhe realisht ishte edhe një porosi e cila erdhi nga bashkëtarët e mi që po vuajnë ende padrejtisht në Hag, dhe ishte përcaktimi pastaj i shumë rrethonave që erdhën shumë presioneve në kuptimin pozitiv për të kandidu dhe vendosa mu kandidu dhe në veçanti pastaj pas një kohë që kam dalë në terren me strukturat e partisë, kam po gjitha degradim që ka ndodhur, gjitha i mos zhvillim për 12 vite dhe realisht e vlerësova që duhet me ju kthy Lipjanit me projekte, me vizionin për zhvillim, sepse nuk mund të ecë në këtë formë. Sa i përket vizionit për zhvillim, kemi pas shumë, thashtu, marketing, publicitet për një Lipjan modern, evropian, ndërtime të nënkalimeve dhe zhvillim të hovshëm të këtij qyteti. Por realisht ndoshta edhe nuk i kemi parë ato që i ke parë ti. Cilat janë ato defektet dhe të mangësitë, apo cilat janë ato projektet e cilat ju i keni pa të lënë anash dhe janë të nevojshme për qytetarin ku do të ndërmerrni hapat e parë pas marrjes së mandatit nëse do të fitoni zgjedhjet? Po që se shihni premtimet e vitit 2013, kur ka ardhur kryetari i komunës, zoti Ahmeti, do ta shihni se ka premtuar mandatin e parë zgjidhjen e çështjes banimit për veteranët e luftës. Do bën 12 vite, prap ka dalë me të njëjtin premtim. Pas 12 viteve ka premtuar zgjidhjen e ujit për banorët dhe prap është njëjtë atë premtimi sepse nuk ka zgjidh problemi i ujit. 15 fshatra janë pa rrjetë ujësjellësit, shumica e fshatrave që kanë rrjetë ujësjellësi si Janjeva, Akademia, shumë fshatra tjera janë pa ujë. Vetë qyteti i Lipjanit, mbi katët e katërta nuk funksionon uji dhe realisht kemi shumë projekte tjera. Po ashtu po e marr një shembull tjetër, është premtuar që do të integrohet qyteti sepse nëse shihni mirë Lipjani është i ndonë për gjysmë nga Hekorudha dhe rrezikshmëria e kësaj Hekorudhe është tepër e lartë, për shkak se do të jetë 100 deri 120 km në orë treni pas investimeve të Bashkimit Evropian dhe ne nuk kemi nënkalime. Janë premtuar nënkalimet, qysh në atë kohë, nuk janë realizuar që 12 vite dhe argëtimi se s'ka pas fonde janë banale, sepse veç parkingu nën toksor me një kosto për 6.800.000 euro, prishja 1.200.000 euro të rrugës 4 kursi, ka mund të zgjidhet në formë krejt tjetër, po të kishte vizion, por realisht nuk i ka interesu kjo, sepse vendi ku është ndërtuar parkingu nën toksor është vendi më atraktiv në komunën e Lipjanit, aty ka qenë komuna e vjetër dhe secili investitor do të kishte ndërtuar parkingun nën toksor, do të kishte ndërtuar edhe 2 kate parkingje tjera me koncesion që do ta kishte marrë komuna do të ishin parkingjet
për qytetarë, ndërsa pjesën tjetër do ta kishte shfrytzuar investitor. Ose kemi sallën e sporteve të tregu i kafshëve që ka qenë më herët, ajo sallë e sporteve që është kosto mbi 2 milion euro, do të kishte mujtë më rregullu pa buxhet komunal përmes investitorëve, sepse është vend atraktiv, ishte rregullu salla e sporteve dhe investitori kishte rregullu edhe pjesën tjetër të lokaleve apariste, të cilat do të ishin të mirë ti, ndërsa komuna i kishte shfrytzuar sallën e sporteve. Dhe me këtë fond, që e mrin fondin investet rreth 10 milion, do të ishin rregulluar në kalimet pas një problem, dhe kemi tash projektin 2 në kalime për vetura që do të rregullohen në rrugën për Janjeva, për kryqin e Banullës, në kalimin tjetër që është te lagja e Klapit, te kisha ortodokse që lidh lagjën e Klapit, dhe një në kalim që do të jetë për konsorë dhe ciklistë që lidh pjesën tjetër qytetin me sheshin Adem Jashari, dhe në vend që të bëhet ky integrim, Zoti Ahmeti ka bërë edhe një rindarje, që mund ta shihni sa po dilni nga këtu, ka bën një nënkalim nën sheshin Adem Jashari, që është i dëmshëm tepër për bizneset, sepse ka bën me hekura, me rrethoja, po ashtu ka bën një ngritje të nënkalimit që është i rrezikshëm edhe për mësuesët, sidomos për fëmijët. Tash investimi tjetër që po vazhdon do të jetë me shkollë dhe është tepër i dëmshëm për bizneset në këtë pjesë. Realisht kanë qenë investime pa e planifikuar, ashtu siç duhet dhe pa e dëmtu buxhetin komunal. Po ka shumë gabime, shumë lëshime të cilat janë tepër neglizhuese dhe tepër dëmshme për komunën. Të flasim pak për ujërat e zeza dhe lumin Sitnica. Cila është gjendja aktuale dhe si do ta zgjidhni ju këtë problem? Për ujërat e zeza kemi fillu projektin në vitin 2010, se kam qenë kryetari komunës, kemi qenë marrëveshje komuna e Shtimes, Lipjanit, Fushë-Kosovës, Prishtinës, Obiliqit dhe Podujevës. Ka qenë një projekt i përbashkët me Bashkimin Evropian atku për mu trajtu ujërat e zeza në Fushë-Kosova, po fabrika e përpunimit të ujërave të zeza me ndërtu në Fushë-Kosova. Dhe gjithë kanalizimi i ndërtu në atë kohë në komunën e Lipjan, që ka qenë një investim shumë i madh, ka qenë i orientuar me rame 2 deri në 3 promil deri te lumi Sitnica. Te lumi Sitnica ka pasur me u lidh me kanale deri te fshati Radem në pjesën e Fushë-Kosovës, aty ku do të ndërtojë fabrika e përpunimit të ujërave të zeza. Është nënshkruar kontrata para 3 javë, ku do të trajtohen ujërat e zeza për Prishtinën, Fushë-Kosovën, Obiliqin edhe Graçanicën, ndoshta nga ky projekt është përjashtu Lipjan. Nuk është përjashtu, po është mos interesim i ekzekutivit dhe nuk ka insistuar me qenë pjesë, siç kemi qenë prej 2010-s, është fut komuna e Graçanicës në këtë projekt, i cili kostoja e projektit në nënshkruar është 75 milion euro. Ne do të insistojmë të rikyqemi në atë projekt që kemi qenë prej 2010-s, po në rast se ndodh, është varianti rezervë që ne fshati Radev dhe fshati Lug, komunës Lipjanit janë afër njëri tjetër, ramin e kemi të matën që nga viti 2010, do të rregullojmë çështjen e kolektorit te fshati Lug, ku do të lidhen, çuçi kemi pas dikur projektin, do të lidhen gjitha kanalizimet përgjatë lumit Sitnica, do të trajtohen pastaj te fshati Lug. Dhe kjo do ta zgjidh problemin edhe të pastërtisë lumit Sitnica, ku planifikojmë me realizu projektin i cili ka qenë i investuar nga USAID amerikan, është projekti detaj. Nga viti 2012 është pjesa urbane e lumit Sitnica, ku është shumë atraktive me lokalet montazh. Ne nuk kemi nevojë në shesh me qitësi që qëtë Prishtina, ne kemi nevojë me rregulluar përgjatë lumit Sitnica, janë pjesa e ciklistëve, e konsolëve, lojrave për tri, lojrave për fëmijë, dhe që është një pjesë shumë atraktive dhe zgjidh edhe problemin e marrjes së tokave apo vërshimit të tokave me rregullimin e këtij shtrati. Do të ky është një projekt bukur i madh, po e dim po ashtu që shumë fonde nga Bashkimi Evropian janë fonde të orientuara te lumenj, te ekologjia, te pasardhësia edhe pjesa e ujrave. Kemi mundësi me ju qas këtyre fondeve pa ndonjë problem. Atë du të pyes edhe sa i përket bizneset e vogla, bizneset familjare.
Por shumë që është një situatë jo e favorshme për bizneset e vogla, duke pas parasysh se korporatat e mëdha pothuaj sidomos ato familjare i kanë përfshi dhe i kanë marrë si thojnë në xhirin e vet shumicën e tyre duke i detyruar të mbyllën ato. Cili do të jetë plani juaj për të mbështetur dhe për krah ekonomitë e vogla familjare në komunën e Lipjanit? Realisht deri tani kjo pjesë nuk ka qenë e trajtuar fare. Madje ka shku në shurje të bizneseve nga vetë investimet komunale. Një pjesë e bizneseve që janë në rrugën lidhja e Prizrenit, që ka qenë me 4 korsi mjaft atraktive për të zhvillu veprimtarinë biznesit e vogla, tash janë shurje për shkak të tirën kalimit, që është bërë pengesë shumë e madhe. Pastaj edhe për gjatë sheshit për shkak të investimeve bukur shumë janë dëmtuar bizneset e vogla. Ne planifikojmë që ta zgjidhmë këtë pa e dëmtuar investimet e paras publike, duke kthyer në nënkalim për këmbësor, të e lidh sheshin për këmbësor dhe rruga 4 korsit të rikthehet në funksionim që ka qenë. Një që me hapë mundësin bizneseve me zhvillu veprimtarinë dhe të e lidh qytetin, jo të e ndohë qytetin. Pastaj bizneset e vogla do ta kenë mundësin sepse planifikojmë ku është tregu i gjelbërt, apo ka qenë tregu i gjelbërt, të ndërtohet një ndërtesë që do të jetë shumë atraktive, aty do të zhvillohet tregu ditor. Përveç tregu ditor do të jenë edhe lokalet e prodhimtarisë tradicionale që kemi në katin e dytë. Në katin e nëndheshëm do të jenë parkingjet për vetura, në 110 parkingje, dhe kati i tretë do të jetë pjesa e trajnimeve për tregun e punës, apo orientimi i trajnimeve dhe certifikimi i njerëzve të cilët gjojnë vendin e punës apo orientohen për vendin e punës në bazë të tregut punës. Po ashtu subvencionimi është tepër me peshë. Kemi edhe një program tjetër i cili quhet financimi i ndërmarrësisë apo i vetë punësimit, do të jetë çdo vit 200.000 euro. Kjo do të shkojë me konkurrencë, me projekte dhe do të përfitojnë. Mbështetjet e ideve për hapje biznesi. Veçanti 3 të gra do të përfitojnë nga këto projekte, çdo vit do t'i kemi nga 200.000 euro dhe përveç që do të marrin mundësinë për me zhvillu vetë punësimin, ata do të trajnohen me shpenzimet komunale për me u certifiku në projektin që mendoj me financu komunë. Do të ka shumë projekte të cilat janë ndërlidhura mes veti, po ashtu për me zhvillu bizneset, para mendonin nëse një firmë e fuqishme e merr pjesën ku planifikojmë me pas qendra rekreative sportive, do ta marrë me koncesion sigurisht. Ndërtimi i asaj qendre i ndërlidh 7-8 firma, po 10 firma në punë, sepse përveç ndërtimit do të ketë subatimin, do të ketë rrymën, do të ketë ujin. Realisht gjitha bizneset e Lipjanit zhvillohen sepse ndërlidhen mes veti për një ndërtim. Kemi edhe projekte tjera, 3 hektar që kemi ofër parku Vllinoja, me u zhvillu një atrakcion atje i parkut ekologjik, me mundësi të zhvillimit edhe të parqe lojra të fëmijëve për të rritë edhe restoranin i ndru, jo jashtë natyrit, edhe ajo pretendohet me udhon me mundësi me koncesion, mundësi për investitorët. Po ashtu kemi projekte tjera që do të jenë me partneritet publiko-privat, që janë do të mundësi shumë e mirë për zhvillim edhe të bizneseve të vogla, por në veçanti të bizneseve të mesme që ndërlidhen mes veti për punë të këtyre projekte. Do të flasim për një kategori dashte pa dashte kemë të pashmangshme, do të thotë sidomos në shtetin tonë dhe në çdo komunë tonë, kategorinë e rasteve sociale, trajtimin e tyre, njëkohësisht edhe për kategoritë të cilat janë pastre. Çfarë keni në projektin tuaj gjatë 4 viteve të tashme për këtë kategori? Realisht te rastet sociale është fillimisht e rrogës natalitetit, që planifikojmë çdo lindje e 5 me pas 1.000 euro subvencionim nga komuna. Pastaj janë ata që kanë njerëz të smur apo të pleqë të palevitshëm me pas kanë 100 euro në muaj për mbikëqyrje të tyre. Rastet sociale në veçanti, ata që janë pa kul mbi kokë, si quhen, janë rastet e kategorive dola nga lufta. Fillimisht ne planifikojmë me rikthy projektin që kemi pasur jo në formën që është urdhon tash, ku do të zgjidheshin 450
rastet të veteranëve, pastaj janë rastet e familjeve që po ashtu kanë gjendje tronë të martirëve që kemi të fshatrave Slovi, Ribari vogël dhe Hallaqi vogël, dhe kemi raste tjera sociale që janë bukur trona, por që ka mundësi, ato raste ka mundësi të zgjidhen përmes banesave të cilat i ka komuna, apo që po i përfiton komunë. Një ndërtim me koncesion, një ndërtese ku po shkon 25 deri në 30% përqindja që merr komuna, i merr njësitë banesore dhe këto mund normal me shpatet konkursit, me konkurim, tu i përzgjedh familjet raste ma trona me dhon banesa, zakonisht banesat me rregullore hypet me një qira simbolike, sa me tregu që ata mu angazhu për me bëjë zgjidhjen. Kjo do t'jetë në kuadër programit për raste sociale dhe gjithsesi ka edhe çështja e shëndetësisë në lidhje pastaj me raste sociale në cilat ne planifikojmë me liru kategoritë e dola nga lufta, kategoritë në rasteve sociale dhe nga shumë pagesa që i kanë qoftë në shërbimet shëndetësore, qoftë arsimore, dhe një e veçantë do t'jetë edhe lirimi nga pagesat e mujore për nxënësit, sepse është ngarkesë shumë e madhe për prindërit, komuna me i subvencionu operator privat, me subvencionim me zgjidh çështjen e mujoreve të nxënësit, dhe realisht ka shumë ndërlidhur me për këto raste. Zoti Bujan, falenderoj shumë për kohën dhe nëse keni diçka për fund, do një mesazh për gjithë ata të cilët ende mendojnë se ka do të votojnë, se do t'jetë mesazhi juaj për gjithë qytetarët e Lipjanit, pavarësisht të kësaj gare. Realisht, mesazhi kryesor imi është, sepse mendja edhe zemra po më rrin ende në Hagë, është që komuna e Lipjanit e ka aeroportin. Ata kur lirohen prej këtyre akuzave, vendi i parë që e prekin do t'jetë komuna e Lipjanit. Dhe unë kam dëshirën që t'jem në krye komunës për me i prit, gjithsesi i takon Nikoqirit me i prit kur zbret, dhe për atë dhe është ai insistimi që t'jem njeriu i parë i komunës që i pret ata djemë, sepse i kam bashkëftarë. Faleminderit shumë. Uroj sukses dhe shpresoj që të shihemi pas datës së zgjedhjeve dhe uroj më të mirat për ju dhe gjithë ata të cilët janë në garë e siç themi ne çdo herë, më i miri të fitojnë. Faleminderit shumë.